Mirë mbrëma, kush nga ju beson në udhëtimet në kohë? Historia që do t'ju tregoj sonte, le ta marrim si histori konspirative, por ka ndodhur para pak muajsh dhe ka ndodhur në Montana, të Amerikës. Një grua u shfaq nga hiqi dhe u zhduk nga hiqi. Tani po ju tregoj historinë e çuditshme që ka ndodhur pikërisht para pak muajsh. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Më falni që them gjithmonë, por ndonjëri nga ju shikon këto video dhe nuk i ka bërë ende like faqes, e kështu që humbet takimin mes nesh. Para pak muajsh tregohet që në një hotel të Montanës në Amerikë ka ndodhur një fakt vërtet i çuditshëm. Është një hotel luksos dhe kishte punëtor në mëngjes. Para dite, rreth orës 10:30, u shfaq një grua. Pra ajo jo se u shfaq nga hiçi, po u fut në hotel. U fut në këtë hotelin luksos dhe kërkoi një dhomë, që kur ajo u fut e pan vërtet të dyshimt që të gjithë, sepse veshja e saj të kujtonte vitet 1930. Mirë po ishte tepër elegante, edhe flokët ishte perfekte në flokë, në veshje, në çdo gjë. Mirë po, përveç kësaj, gruaja kishte edhe një ecje dhe një paraqitje, njëkohësisht edhe një mënyrë të foluri, tamam si gratë e vjetra. Duhet të dini që gratë e viteve 1930, ndonse ishin 28, maksimumi 30 vjeçe, dukeshin si 40 vjeçe. Në fakt, ajo që ndodhi edhe në këtë hotel, sepse gruaja kur shkoi tek holli i hotelit, aty sepse kërkoi një dhomë, prezantoi pasaportën. Pasaporta e saj shkruante që ishte e vitit 1930, pasaporta. Dhe gruaja duhet ishte, meqense jemi në vitin 2025, duhet ishte të paktën 95 vjeçe. Jo, gruaja ishte 28-30 vjeçe, pra ashtu si shtoshte në pasaportën e saj. Pasaporta, thash, ishte e krijuar, pra e bërë në vitin 1930. Kështu që ajo kishte lindur më përpara, por viti që ishte 1930, që tregonte që ajo ishte 28, maksimumi 30 vjeçe, ndonse dukej 40, ishte shumë e çuditshme, sepse pse me atë pasaportë të asaj kohe, pse vitit 1930? Dhe tjetra, si ishte mundur që një pasaportë e vitit 1930, si ajo që kishte kjo zonjë, që nuk kishte, sikur të ishte stamposur atëherë, nuk kishte ndryshuar. Pra nuk kishte, sepse tani duhet të dini që me kalimin e kohës pasaportat ndryshohen, pra vullosen, ndryshohen, forma e pasaportave, ngjyrat e tjera. Kurse ajo pasaport ishte e vitit 1930. Por çudia nuk mbaron me kaq, sepse asistentët e hotelit morën me njerë drejtorinë në telefon që të kuptonin se çfarë po bëni, sepse zonja kërkoi një dhomë, okej, deri këtu, dhe ata u detyruan që t'i jepin një dhomë. Mirë po, me atë pasaport dhe me atë veshje dhe me atë prezencë që kishte kjo grua, duke i vërtet diçka e çuditshme. Kujtuan fillimisht këta që ishin asistent aty, se mos ishte ndonjë shaka. Disa prej tyre menduan se mos ishte ndonjë grua e ndonjë filmi që po xhirohej aty. Po, sepse pikërisht në ato muaj në Montana po xhiroheshin filma dhe ata menduan se mund të ishte ndonjë sken filmi ose ndonjë grua që ishte bënte pjesë në film si aktore dhe u fut aty e donte një dhomë hoteli. Por pasaporta e saj, sepse nuk mund të prezantonte një pasaport që nuk ishte e saj. Pasaporta e saj, ajo e prezantoi pasaportën sikur të ishte ajo, dhe ishte ajo në pasaport. Edhe fytyra e saj, veç se pasaporta ishte e vjetër, siç u thash, e krijuar në vitin 1930. Kaluan pak minuta. Drejtori zbriti dhe ishin të detyruar, ata e pritën në hall, i dhanë një kafe, i kërkuan, e pyetën nëse donte kafe, ajo donte çaj. Njësoj pra si në vitet 1930. Dhe kur zbriti, ajo e kuptoi që diçka kishte ndodhur dhe e pyeti drejtorin, çfarë ka ndodhur? Tha se nuk po e kuptoj, tha më futët këtu, më ulët këtu në hall, më dhat një çaj, tha, dhe nuk po e kuptoj se çfarë ka ndodhur. Unë dua, tha, që të shkoj në dhomën time. Pra gruaja donte të shkonte në dhomën e saj që të qetësoj. I tha drejtori, jo, ja është vetëm ky është prasi ynë, tha, në mënyra që ne të kuptojmë, tha, se me kë kemi të bëjmë, meqense pasaporta jote, tha, është e vjetër. Pasaporta ime, tha, është e re. E morën pasaportën, e kontrolluan, ishte e re, por e vitit 1930. Nuk ishte të bënte fare me vitet e tanishme. Dhe aty për aty, drejtori e la që të shkonte në dhomë. Dhe ç'bëri?
lajmëroi policinë dhe tha, unë dua tha që të kuptoj se çfarë është kjo pasaport, sepse mendova tha se mos është në një pasaport e falsifikuar. Dhe policia briti. Gruaja ishte sipër, siç ju thash, në dhomën e saj. E morën në telefon, gruan, ngriti receptorin, sepse dhomat janë me telefon me receptor, ngriti telefonin dhe u përgjigj. Pra, ajo nuk kishte një telefon celular, por u përgjigj në dhomë. Dhe i thanë, mund të vim zonjë, thanë që të bëjmë një kontrol, sepse duam të shikojmë për sa i përket pasaportës. Dakord, tha ajo, jam këtu, tha, po ju pres. Dhe këta, ndërkohë, sepse gjatë kësaj kohe po kontrollonin në dokumenta, po kontrollonin kush ishte kjo. Mirë po s'kishte asgjë për të. Megjithatë, u ngjitën sipër drejtori së bashku me policinë. Shkuan tek dhoma, gruaja ishte zhdukur. Nuk ishte asnjë shenjë të saj. Por çudia e kësaj historie është që dera ishte mbyllur. Jo me çelës, por ishte mbyllur, sikur njeri të rrinte brenda dhomës dhe të mbyllte derën. Jo e mbyllur, e keni parasysh që mund të hapet me çelës, ka është janë disa dhoma që ti e hap, nëse vjen një asistent që e ka çelësin, e hap. Por ti nga brenda mund ta mbyllësh dhomën dhe askush nuk ka hap nëse nuk ka çelësin. Dhe gruaja sikur të ishte aty brenda, sepse pak minuta kishin kaluar që ajo tha që po. Tjetra ishte se që të gjitha rrobat e saj, çdo gjë që kishte dhe valixha ishin aty, çdo gjë e mbetur aty. Pasaporta e saj nuk ishte, këpucët e saj nuk ishin, pra nuk ishte asgjë. Ç'është e vërteta, menduan se ishte në një lojë, në një spioneje. Në fakt, kontrolluan gjithandaj se mos gjenin diçka. E çuditshme ishte që me kalimin e ditëve filluan që të kontrollonin, të hetonin për çdo gjë. Menduan fillimisht se mund të ishte një spiune ruse, sepse kishte flokët le të themi pak bjond. Dhe filluan që të kontrollonin tek dhoma dhe aty ku kishte kaluar. Kapën shenjat e gishtave. Ishte plot me shenjat e gishtave të saj, shenjat e gishtave në banakun të hotelit, shenjat e gishtave tek dera e dhomës, shenjat e gishtave ku ishte futur për tular, shenjat e gishtave tek dyer, në çdo vend dhe në mobilje. Dhe ju e dini që me anë të shenjave të gishtave mund të gjendet kushdo, sepse tashmë shenjat e gishtave nuk janë më kështu, por janë në kompjuter dhe mjafton që të vendosin shenjën e gishtit kompjuter dhe kompjuteri brenda 5 minutave maksimumi, 10 minutave e gjen. Po le ta themi edhe 1 orë. E gjen sepse tani është i lidhur me inteligjencën artificiale. Mirë. Shenjat e kësaj gruaje nuk ekzistojnë në kompjuter. Nuk ka shans, nuk ekzistojnë. Pra, ju e dini që të gjitha pasaportat, edhe ne, edhe ju, edhe unë, kushdo, që bën pasaporta, bën dokumenta, shkon, bën shenjat e gishtave dhe shenjat e gishtave tanë janë në sistem. Shenjat e kësaj gruaje nuk ekzistonin. Po nuk marrëm këtu. Sepse gruaja nuk kishte, për gruan, nuk kishte asnjë të dhënë. Pra nuk kishte një të kaluar, as edhe një gjë. Sepse shkuan që të kuptonin, nëse ishte në një dikur, për shembull e viteve 1930, që të ishte në një vajzë, në një dikush që mund të ekzistonte. Nuk ka ekzistuar kurrë. Dhe ndeksa po flisnin me njëri tjetrin, dikush mendoi që tha një nga këta asistentët, padyshim që është një spiune. Dhe u vun në kërkim që të kërkonin nëse kjo ishte një spiune. Spiune e ndonjë shteti, mirë po ka një problem. Një problem që e përballuan të gjithë dhe e thanë mes tyre. Problemi ishte që nëse do të ishte një spiune, pse duhet të përdorte një pasaport të viteve 1930? Pse nuk mund të përdorte një pasaport të sotme? Dhe ata mbetën pa fjalë. Për më tepër, do ishte më thjesht për të që të vishej normalisht si sot dhe të kishte një pasaport të sotme. Kurse gruaja ishte veshur vitet 1930 dhe me një pasaport të vitit 1930. Dëgjoni, ka dhe nga ata që mendojnë që është pikërisht kjo shkaku që mendojnë që ka qenë një spiune perfekte, sepse për të bërë që të flitej kështu ose të humbiste gjurmët, ajo bëri një gjest të tillë. Disa thonë që bëri një lojë, disa të tjerë. Bëri një lojë, një spiune, për të kuptuar, fjalë për fjalë mendojnë se ishte një spiune ruse, dhe bëri një lojë që të tregonte atyre se deri ku mund të shkonte. Megjithatë, ata nuk gjetën asgjë prej gjëje. Por, një ditë, teksa po kalonin
me fjalë duke kërkuar, sepse kërkonin informacione, takuan një ish oficer të policisë. Dhe ky është ish oficeri i policisë, u tregoi për disa gjëra të çuditshme që kishte ndodhur në ato vite, pra në vitet 1930. Pse e tregoj këtë? Sepse çuditërisht nëna e tij, gjyshja më falni, e tij, nëna apo gjyshja? Nëna, okay. Nëna e tij i tregoi që kur ishte vogël, kishte një histori që tregonte shpesh. Dhe tani po ju tregoj historinë që tregonte kjo zonjë. Me pak fjalë, kur shkuan që të flisnin me këtë zonjën, këta të policisë, zonja u tregoi që kur ishte e vogël, ajo ishin fëmijë, ajo tha, ne ishim fëmijë, ishin 5, maksimumi 6 vjeç. Dhe një vajzë 12 vjeçare është zhdukur përpara nesh. Pra, kështu tregonte kjo grua që kur ishte e re, ja tregonte të birit, po tregonte të tjerëve. Dhe ja u tregoi edhe policisë. Dhe çudia ishte që kur i treguan fotografinë e kësaj vajze, pra të vajzës që tashmë ishte 28 vjeçe, ishte çuditërisht e njëjta fotografi që ata mendonin se ishte i njëjti njeri. Gruaja, pra nëna e këtij zotërisë, të këtij të policisë, tha që është ajo, tha. Me një fjalë, fytyra e saj është identike, edhe pse nuk dukej mirë, sepse fotografinë e kishin kapur nëpërmjet telekamerave. Çfarë ndodhi? Nëpërmjet telekamerave dhe kur ajo prezantoi dokumentin, njëkohësisht edhe fotokopjen që kishin bërë, por kapën fytyrën e saj dhe fotografinë e dokumentit që ajo kishte në pasaport. Dhe kjo histori ka mbetur ende kështu pezull, sepse askush nuk e kuptoi se çfarë ndodhi. Megjithatë, siç ju thash paraprakisht, e marrim si teori konspirative dhe le ta diskutojmë. Ju çfarë mendimi keni? A besoni në njerëz që udhëtojnë në kohë, ose më mirë, nëse kjo ka qenë një spiune, pse duhet të sillen në këtë mënyrë? Pres komentet tuaja. Natën e mirë dhe gjumë të ëmbël.